Se Allahi nuk thëtë mos i fol babës, se nëne se pa ka respekt për rinjive. Sa të vëllaj s'bën e sabë që të ka prej. Në tash që ka huba jo pjesë e respektit? Ka hu. Vëllaj që për të kalzanoja 100%. Po konë ma fukarallak, po konë e lezeshme. Po me thonë për i Prishtinës, për 7 vjetë jem që të va. Iran, prej? Për i Marivësi, a gjallë. Po jenë shumë mirë. Tregona aqë kohën e kalume që shka qenë edhe që është tash rinia? Kohë e kalume konë një 200 shkollë me mirë se sëdit. Pse po me ndonë? Pa i rinia së të vesh kufshin. I shala thuj nuk shë kur gjatë në takë, se pa ka respekt për rinive. A për para ka pas respekt, nërë, ta na i në kontë mira. Po konë ma fukarallak, po konë e lezeshme. Se po me ndonë tash që ka huba jo pjesë e respektit? Ka hu. Jo një pjesë, po vëllaj që për të kalzanoja 100%. Po prej nga ka ardhë? Prej nga ka ardhë kjo mos respektit? Pej njerëzimit, se Allahi nuk thëtë mos i fol babës, se nëne se pej njerëzimit. Qysh janë degeneru për me rinia sot? Prej cilës pjesë ka ardhë kjo? Qka kanë dikut e ta? Ka këtu loj, ta shërinia sudit na për para, kemi pas prene, kemi pas të nësë kemi ditë me i thonën, s'ke dita, s'ke funua, s'ke gja, sa të vëllaj s'bën e sabë që të ka prene. Qashtu është. Më falë se ka mua bekto shumë. Faleminderit shumë. Hajde me të mirë. Qysh e shif në jetën në Kosovë? Fort mirë. Fort mirë veç kem të lasha dhe pej Sërbit po mendoj, që po na gacmon edhe mirë e shohëm. Me gjithë se ka pak mëngjes, ka gja shumë adi është, që shme thonë, s'ka me fukarallak, po apet po përbahemi mirë. Po rinia e sotit qysh e shifni, a ka qenë ma mirë në kohën e juve, apo tash është? Jo, rinia e ka pas mirë, po tash për lyp gjithë kush ma mirë, po shkojnë jashtë, rrogat ma të mira, që ashtu e kanë shu e bolë, jenë shku këplat. Po apet kanë më këthy. Po mendojnë që e din vendin e tyre për më këthy prapë? Po sigurisht, po se veç ne farsejsuzi se pa apet e të rjek veni vetë, therra e vetë, e këtu ka më orë apet, veç jenë shku këplat. Sa po mendojnë që ka ende respekt për të moshuarit prej rinive sot? Vallaj, aty pa ka. Respekt bëll pa ka, se jënë mush shërra ata, po shkojnë për këshyrin punë të veta, plesht pak i kanë lënë si mongo, po shola jënë mire, na që ashtu jemi mësu, pa gazepit se ketë gojnë. A në ndonë pak një rëfim prej jetës tonë, në një moment të mirë ose të keqë që të ka ndodhë njëtën tonë? Po. Cili është? Në moment i dhimë shumë? Jo, i gëzushëm. Hajde. Momenti ma i gëzimit madhë që e kom përjetue, 24-5 mars. Aviano për Italia i ka ra është Jugoslavizme që atëherë kom një vetën në gëzimin më të madhe. Aviano, kur e bombardoj, që na qunë poshtë shkjet të vrojë të mytë, e që atëherë kom një vetën që jom mas qatë datë e di që jom konë ma i gëzume. Po diçka personale që të ka prek njëtën tone, a ka diçka për me ndo? Gazepe po më gëzu diçka jo. Regull, faleminderit që maqë. A më ndërgan qarë vendimi ki për rinin që po e lëshojnë Kosovën? A janë të vepru drejt? Se të vepru drejt, po ishtë severit, këti kanë shqitë. S'ka ku me përnu rinia. A i prindi kur ta shetë pasurin. Ku përnën të, s'ka përnën? Po. Tani? E pse, a mendojnë që ka ku e kësi punë të mjaftushme me punu rinia, po nuk po dojnë me punu? Është e vërtet edhe që pa punëtore jemi të gjithë. Se normalisht po e shohim që punë po kërkojnë shumë, por nuk po gjejmë punëtore. Duhet me shkryt atje, kërkojmë pa punëtore, jo punëtore. Pa punëtore? Po. A më tërgan
Çfarë mendimi ki? A janë të vepru drejt kjo rini që është të dalë jashtë? Pse janë të dalë jashtë? A janë të shku për me një jetë më të mirë, apo nuk janë të e gjetë jetën edhe këtu që është? Normalisht edhe këtu po besoj që është një jetë e mirë nëse punon. Sigurisht se punohet. Po thash më herët se jemi pa punëtor, tonë si. E çfarë mendimi ki për vajzat sot? Vajzat, sa ma tepër shkollim, me mëri, me shku për para. Me shku për para, ti a ki vajza? Kam vajza, po, martume. Të martume, sa ndjesh krenare për to? Dijen, tepër krenare se pas pare janë dërgjeshme, tani të tjera. E të tjera, a ki diçka mi u thonë vajza të tjera? Sa ma shumë pun, dërgjeshja me konë nivel. Normalisht. Faleminderit shumë që ndove komentet. Dhe qysh, hajde gjithashtu. Çfarë mendimi ki për vajzat të reja? E kanë respektin e njëjtë që shteke pas në kohën tonë? Jo, si tunën s'bën me pas. Pse kanë ndryshu? S'ka ndryshu në banë. Pse nuk është më respekti njëjtë që Se s'është respekti se shkolla, liria. Po mendon që liria tepër ti ka bo Po normal, me humb respekti. normal. E çfarë mendimi ki për reja të sotit që nuk po dojnë me jetu me vjehri? Në sfidojnë që me fa. Ja, krejt njëjtë janë, ka Ti ashtë a ashtë. ki re? Po, A jeton reja jote me ty? po. So je e kënaqshme me reja? Unë jam shumë e kënaqshme. E çka ju kishe thonë vajzave që nuk po dojnë me jetu me vjehri? Po, Edhe po, pse nuk po dojnë? Jo, kisha thonë me respektu, respekti unë bitë gjitha, vajzave të rejave, unë për veti e kam reja dy kam i kam të marak, jo jeton jashtë një me mund, s'ka qysh ma mirë, s'kam Cilën e fjo. donë ma shumë? Të dyat njëjtë, A e kanë respektin e njëjtë për ty? njëjtë e kanë, të dyat i du. Edhe më dujnë, e kanë respekte, si qikat e minja, edhe më respektojnë silonën e ve. A ka ndodhë me të bona i herë nervoz? Ja, kur. Ja, as i bërë nervoz, as nuk më bërë. Çka ju kishe thonë që ta shte? Jo kisha thonë shumë faleminderit për tyne. Shumë faleminderit që kanë respekt da une, edhe E vajzave tjera, çfarë këshille ja u kishe Jo, që me vajzave- konë mas respektueshme? vajzave tjera jo kisha dhonë këshilla, me respektu të moshunit pak ma shumë, që shka ju kisha. Faleminderit shumë. Ska gjonë, kalani mine. Se Allah nuk thëtë mos i fol babës e nëne se pa ka respekt për riниve. Sa të vëllaj s'bën e sot që të ka Në tash që ka huba jo pjesa e respektit. ka hu. Vëllaj që për të kalzanoja një 100%. Po konë ma fukarallak, po konë e lezeshme. Se po mendon tash që ka huba jo pjesa e respektit. ka hu. Jo një pjesë, po vëllaj që për të kalzanoja një 100%.